حي على الفلاح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. فتمم طحاوي رحمة الله عليه: ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة والأرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والصراط والميزان. Dhe ne ehlës sunneti e besojmë ditën e kiametit, ringjalljen. E besojmë shpërblimin për vepra, për amele, ditën e kiametit. E besojmë llogarin, paraqitjen e ameleve, e veprave, para lartë madhërisë së Allahut Azza wa Jall. E besojmë shpërndarjen e librave, fletushkave, të cilat i përmbledhin veprat e njerëzve. Besojmë në shpërblim dhe në dënim, në sirat, në urtë siratit, wal mizan dhe në peshoj. Sa i përket ditës së kiametit, kemi folur në ligjëratën e kaluar, se ajo është hak, dhe se është shtyllë prej shtyllave të dinit Allahut, me besue që nesër kemi me ringjallë para Zotit. Dhe kemi ngelur të çështje tjera të cilat i ka cekur Imam Tahawiu, thanë më ndryshe, pasi që njerëzit të ngjallen ditën e kiametit, ballafaqohen apo ka diçka të sene të mëdha të veçanta për ndryshe, dita është e madhe dhe njerëzit do të ballafaqohen me lloj gjërash, me lloj qëndrimesh të tyre. Por këtu nuk e kemi për qëllim me tregu krejt çka do të ndodh dhe si do të ndodh dhe si do të shkojë ditë e madhe, por gjërat e mëdha të cilat janë atë ditë. Haudi, bazeni, burimi i madh i pejgamberit alayhi salatu wassalam, gjatësia të cilit është sa me hes një muj, dhe gjerësia të cilit sa me hes një muj, and e timi pi uj, i janë sa yjet e qiejve. Uji është më i bardhë se sa tomli dhe më i ëmbël se sa mjalta. Ai i cili pin njëherë prej tij nuk do të çtohet më kurrë. Dhe kemi folë për haud dhe për burim më herët bukur mëti. Si duket mas pari me çka ballafaqohen njerëzit kur dalin ditën e kiametit, është me burim me bazen, me ujë. Si çka thonë Imam Kurtubiu edhe shumë të tjerë, se njerëzit ngjallen, dalin prej vorrave shumë të etur, kanë etje të fortë. Pastaj u shtohet vështërsia e madhe në atë qëndrim traumt. E Allah i madhruar dën me i fresku mi dhan ujë me pi, Rabbet ti, dhe pin ujë prej bazenit, prej ati burimi. E pastaj vinë çështje tjera. Prej tyre vjen el hisab,
llogaria, vjen peshoja, matja, vjen sirati, ura, edhe shefati. E shefati fillon fillim, përfundon fund, edhe mas të hime në xhenet hala. Dhe kemi folë për shefat, por gjatë tër ditës së kiametit, edhe para siratit, edhe mas siratit, kem punë me shefat. O është diçka e madhe, prezente, atë ditë madhe. Pra, el hisab, llogaria, jo matja e ameleve, ka dallim, por llogaria. Njerëzit, kur dalin para Zotit, te bareke wa taala, dalin dy grupe musliman dhe jo musliman. Allahu i madhruar, se cilin veç e veç, e afron afër dhe ja paraqet amelet, veprat të cilat i ka bëj person. Për mja kujtu, a jënë që të vërteta? Po. Po i pranan? Po. Pastaj vjen mbajtja me i matja e veprave të tij me mizan me peshoj. Hisabi, llogaria, është dy lloje, sepse njerëzit janë dy lloje, besimtar dhe jo besimtar. Sa i përket besimtarve, nuk quhet llogari, por quhet paraqitje e ameleve e veprave. I paraqitën Zotit, veprat e muslimanëve. Ndërsa llogaria është e çfartë. Po edhe muslimanët, kur t'i paraqiten amelet, veprat e tyre para Allahut, nuk janë të tanë njëjtë në këtë kontekst. Ka prej tyre që as që merren pyetje për këtë punë bile. E që janë 70.000, që pejgamberi ka thënë hynë në xhenet pa hesab o këto fjala, dhe pa i kab, pa ndëshkim atje. Ata s'merren pyetje fare, ata shkojnë drejt në xhenet. Natyrisht para tyne pejgamber të Zotit, e mas tyne shahidat, e ulemaja, edhe grupe, natyrisht kallabllak njerëz. Ata nuk kanë punë, as me paraqitjen e ameleve para Zotit, as me llogari, as me kur që s'kanë punë ata hiç. Ata vesh drejt në xhenet. Grupi tjetër i muslimanëve nuk janë të atij niveli, janë më tolt. E atyne Allahu a paraqet veprat e veta. Dhe me llogarit të lehtë. Llogaria e lehtë është për qytatash. Llogaria rand është për çfarë? Që ka thonë Allahu te bareke ve taala. Në ajetet shumëta. Men jaa bil hasanati falahu 10 amthaliha. Ai që vjen me një punë të mirë, shpërblehet 10 fish për te. Wa men jaa bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yudhlamun. Ndërsa ata që vinë me veprat këqija, me mëkate, nuk ndëshkohen vetëm që kanë vepru dhe aty nësi bëhet zullum. Dhe ka thënë Allahu Azza wa Jall, fe yawma idhin tu'raduna la takhfa minkum khafiya. I paraqitni, dilni para Zotit
edhe s'mshefet pe ameleve t'juve kur gjë para Allahut Azza wa Jall. Dhe ka thënë Allahu fa amma man utiya kitabahu bi yamini fa sawfa yuhasabu hisaban yasira. Dhe atina që i jepet librin nga ana e djathtë, ai do të llogaritet me një llogari të lehtë. Me një llogari të lehtë. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Dhe shkon te familja vet i gëzuar i lumtur, me një llogari të lehtë. Pejgamberi ka thënë alayhi salatu wassalam, Allahumma hasibni hisaban yasira. O Zot, llogaritëm me llogari të lehtë. E Aisha radiallahu anha i ka thënë pejgamberit kur e ka dëgjuar të bëjë këtë dua, ja Rasulullah, e çka është el hisabul yasir, llogaria e lehtë? Ka thënë, llogaria e lehtë është me shikua Allahu librin e robit vet, e vetë shikon. Pasi të shpërndahen librat. Dhe te i kalon Allah. Për ndryshe Aisha, atë që ka merr Zotin pyetje, ai marrë e pat punë tina. Atë që llogarit pse këta. Por vetëm i paraqitet para Zotit, libri i Allahut, gjithsesi veprat e robit, edhe Allahu thot hec. Ngjajshëm me këtë, është hadithi e pejgamberit alayhi salatu wassalam, ku Allah i madhruar e afron robin e tij afër. Dhe i thot, a janë këto punë të tua? Po. Janë këto gjunahet tua që i ke bërë robi jam? Po. Apo të kujtohet filan gjunahi në filan kohë dhe dite që ke bë? Po. Apo të kujtohet filan gjunahi? Po. E Allahu i thot, satartuha alayka fi dunya wa aghfiruha laka al-yawm. Ti kam luën atë dynja. E tash ti fali sot, në këtë ditë ti fali të mëkate. Këtë quhet ardh. Apo paraqitja apo hisab yasir, llogari e lehtë, që është për muslimanin. Grupi i tretë i muslimanëve, që janë me gjunahe të mëdha, e që në dijen e Zotit kanë më shku në xhenem. Sepse edhe aty në mund të futë Zotit disa këtu, që shpëdhët kjo hadith, ta akumulon dynja, e sot po ta fali. Çka do të thotë se e mund të jetë mëkat i madh që e kam lu Zotin dynja. Dhe këtë botë, në këtë ditë është e falë në ditë kiametit. Por mund të jetë edhe në grupin tjetër që kanë me hyrë në xhenem dhe që llogaritën tamam fije për pe. Pse? Qysh e kështu me radhë. Pra, ana tjetër, Allahu na rujt. Janë ata, e tash është e hisabit të llogaria, të cilët kanë bërë vepra të këqija. Pra ky i mirë janë qalbu ila ahlihi masrura. Kthehet shkon te familja e tina mesrur, i lumtur, i kënaqur. Për atë arsye ka në disa transmetime se në qëtë moment njeriu kur e shef se Zoti thotë të kumulon dynja dhe po t'i fali, a më hala nuk kanë matë gjunahet e sevapit. Por e kuptoj se e te kaloj një vështërsi shumë të madhe, ja nise bërtet kupt këresi. Bërtet me Zot madh, me të madh, me një të tanë. E me thonë, o Zot, fitova. Prej qefit madh, prej gëzimit madh, ka qef mi gëzu të tanë me marrë vesh të tanë që kë fitoj, kë pështoj. Sikur njeriu në këtë dynja, kur e godet ndonjë mirë dhe gëzohet shumë, këtë djas ka qef mi kallëzu. A në pse ata nuk janë të interesuar, kanë hallën e vet.
Por ky ka qef një të regu atyne, se kutën që gëzohen ata që gëzu kë. S'ka faj. Ndërsa në anën tjetër për thëtë Allahu, wa amma man utje kitabehu wara'a dhahri, fa sawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira. Ndërsa atyne që a jipet libri më shpine, ata kanë me njëllë kuku për ta, edhe kanë me shku në atyresh gjehnem. Dhe thëtë Allah Azza wa Jall, ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. Edhe adet kur shpërndahen librat njerëzve, i shef për thot Zoti kriminelt, shumë të friksuar, gjunahçar, qofart, të friksuar e të stresuar në ankth nga e gjendje dhe citat që tani ka kapluar. Wa yaqulun, dhe thonë ata, ja waylatana, kuku për neve, ma li hadha al-kitab, çka është puna e këtij libri? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha, që nuk e paskalan as një punë vogël e as të madhe e që nuk e paska llogarit. Wala yadhlimu wa wajadu ma amilu hadira wala yadhlimu rabbuka ahada, edhe e gjejnë ata që kanë punuar prezent krejt. Dhe Zoti yt nuk i bën zullum kërkuj, Tebareke wa Ta'ala. Pra ata e llogariti madhi Allah Azza wa Jall, ata që farë me llogarit rand. Kjo është e para. Këtu për jemi ende që të kohë Pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thonë, njerëzit alivanosen në ditën e gjykimit. Alivanosi bjet fekt. Çka ka njerëz në këtë dynja që janë dhe ngjallën ditë kiametit, kur vije Zoti, wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa, edhe vjen Zoti yt, po vinë edhe me laqet, për me fillu e llogarin prej lartmadhërisë të Zotit, Tebareke wa Ta'ala, prezencës ti, krejt që ka jenë në mahshar në ditë gjykimit, alivanosen, u bjen të fekt. U bjen të fekt. Hala pa fillu e llogaria, pa fillu kur gjë. E pejgamberi pa thëtë, Inna nasi yas'aquna yawm al-qiyamah, njerëzit do të alivanosen ditën e kiametit. Fa akunu awwala man yafiq, e unë do të jem i pari i cili zgjohem. Fa idha Musa akhidhun bi qa'imati al-arsh, kur zgjohem, njerëzit alivanosen, të vdekun, alivanosen pa vetdia, thuj të vdekun. Po ju ora le të vdeku, se veç janë gjallë, s'ka vdekje mo. Por pa lëvizje. E shef Musa alayhi salam, i cili akhidhun bi qa'imati al-arsh, është kap për një kam të fronit Allahut të arshit. Fela adri afaqa qabli am juzya bi saqati yawmi at-tur. E nuk e di, a është zgju Musa para meje, apo Musa është preashtue nga kjo alivanosje për shkak të alivanosjes që ka përjetue kur lypi prej Zotit në këtë dynja me pa. Dhe Allah i madhruar i tha, inneke len tarani, nuk e me pa, walakin ndhur ila al-jabal,
فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صائقا. Prej dashurisë të madhe që pat Musa ndaj të madhit Allah, i tha erini anzur ilejk, ma mundso Zot shahon e ty. E Allah i tha, nuk e më pa, por me gjitha të shikaj e kodrën, nësa e kodër qëndron vendin e vetë, ke më pa. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal, dhe Allahu i lartë madhruar e hjeku një pjesë të perdës e ti, të nurit të ti. Dhe nuri dhe drita lartë madhërisë së ti e shkriu kodrën e bërit thërmia hi dhe plohën. Dhe Musa o alivanas i ratë fekt. E pejgamberi pa thot, në ditën e gjykimit, nuk e dima se është alivanos Musa ka, dhe ka mjaftu këtu, nuk është alivanos prap në ditë kiametit, apo është alivanos ditë kiametit dhe është gju para meje, nuk e di. Disa tjerë e kanë pjellë këtë hadith me një hadith tjetër, në të cilin thuhet se njerëzit alivanosen ditën e kiametit. E pejgamberi pat, unë jam i pari i cili të nshaqo anhul ard, qelet toka, dhe dal. Dhe e shaf Musen, batishen bi qaimet il arsh, e ka kap një kam të arshët për mahet. Në realitet, që kanë thonë në lemaj, këtu janë dy hadithe. Jo një, për transmetuesi i ka pështil, dy hadithe i ka lidh, e nuk ka dalë mirë. Sepse një në hadith është, njerët alivanosen ditën e kiametit, e unë jam i pari i cili zgjohet. Ndërsa tjetëri, unë jam i pari i cili të nshaqo anhul ardu yawm al qiyame, unë jam i pari që i hapet tokan ditën e kiametit. Natyrisht pejgamberi është i pari që ka del prej tokës kur të ngjallën njerëzit. Por para Musës ngjallet, edhe para të gjithëve. Këtu nuk ka dilem, se kur ngjallë pejgamberi nuk e shef Musën as kërkan, por Musën e shef kur njerëzve, kur ju bie të fekta livanosen, pasi të vije Zoti xhelle shanuhu për me dhënë llogari njerëzit. Që do që tjetë, po, ditë e madhe edhe ditë e randë. Pas kësaj paraqitje të ameleve të veprave, të hisabit, të lehta apo të randë, vije el mizan apo peshoja. Peshoja, sillet ajo. E ne musliman të besojmë peshojen. E besojmë sepse, ka thonë Imam Tahawi, e besojmë, sepse ka prej fraksioneve të cilat kanë thonë, nuk e besojmë peshojen. Dhe nuk e besojmë se matën amelet fare. E tani letë është. Pse? Sepse Zoti që në gjëllën xhehenem njerëzit, nuk o paja matë amelet, që shë matë amelet kërës amelet nuk është diçka konkret. Nuk është sen që prejkë, nuk është trup. Mirë po, ne ehle sëneti ndryshe mendojmë. Ne besojmë se peshoja është hak, dhe matja amele veprave është hak. Ka thonë Allah Azza wa Jall, wa nada'u al-mawazin al-qista li yawm al-qiyamah, fala tudhlamu nafsun shay'a, dhe qiten, sillen, apo i sillim, i qesim, el-mawazin, peshojat, e drejtësisë, në ditën e kiametit. Fela tudhlamu nafsun shay'a, dhe asnjë njeriut nuk i bëhet zullum. Wa in kana mithqala habatin min khardalin atayna biha wa kafa bina hasibin, edhe nëse ka bërë sa një grimcë, sa një atom, punë të mira apo të keqe, ne ja sillim. Ja sillim ja qesëm e në peshoj, dhe wa kafa bina hasibin, e na mjafton neve që ne jemi llogaritës. Dhe ka thënë Allah, faman thaqulat mawazinu, dhe
atyre që ju rëndohen peshojat e tyne. Fa ulaike humul muflihun, ata janë të shpëtuar. Wa man khaffat mawazinu, ndërsa atyre që u lehtësohen peshojat e tyre, fa ulaike alladhina khasiru anfusahum, ata kanë humbur vetveten e tyre, fi jahannam khalidun, do të jenë për gjithmonë në xhehenem. Pra, pas hesabit, pas llogarisë, vije matja e peshojave. E çka matet? Ulemaja kanë dhënë 4 mendime. Çka matet? Mendimi i parë është se matet njeriu vet. Filani, pa e këtu hipen peshoje. Edhe matet ai me gjunahe, me sevap, me këtë matet, ai komplet matet. Këta e kanë nxjerrë për ajetet kuranor, apo kanë argumentu me ajet kuranor. Ulaike alladhina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ih. Ata janë të cilët i kanë bë kufër argumenteve të Allahut dhe takimit të Allahut se kanë besuar ditën e gjykimit. Fa habitat a'maluhum. Edhe aty në rënuar punë të mira, punë të tyne në rënuar, punë të çfarëve. Fala nuqimu lahum yawm al-qiyamati wazna. Dhe ne atyre as një pesh, sa do pak nuk u alëm ditën e kiametit. Kur të matën ata njerë ditën e kiametit, nuk kanë sevap fare. Sevapet punë të mira që kanë bërë këtë dynja kanë shkuar, sepse rezultat i mohimit kufrit të tyre, që se kanë besu ditën e kiametit hak. Edhe më i qartë se kjo ajet kuranor, është hadith e pejgamberit alayhi salatu wassalam, إنه لا يؤتى الرجل العظيم والسمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. Dhe do të sillet ndonjë njeri i madh i trash në ditën e kiametit dhe nuk peshon të Zoti as sa një krah i një miskoje. Sill do një njeri i madh i trash dhe i ran në këtë dynja, por në ditë kiametit peshoj nuk peshon asa një krah i miskoje, që apo jipet me kuptu se matet njeriu. Pastaj hadithi tjetër që ka të bëjë drejt për së drejti me Abdullah ibn Mas'udin, kur ka hip në një pemë i bekuar, me marr disa shtaga për dhëm, misfak mi ba. Dhe ju ka qu pak fistanin alë, ju ka ndok kam poshtë pe i gojve poshtë, dhe i ka pas shumë të holla, dhe kanë kish sa hapt. Shok të pejgamberit alayhi salatu wassalam, e pejgamberi ka thonë çka po keshni? Ka thonë ja Rasulullah, po keshëm çfarë kam të holla ka ky bukurash. E pejgamberi ka thonë alayhi salatu wassalam, 2 kam të ti, jo krejt, po vetëm prej gunit e poshtë, e janë më të randa në peshoj se sa kodra e Uhudit. Çka ipet më kuptu gjithashtu se matet njeriu, në peshoja të cilat e sjell Allahu në ditën e gjykimit. Mendimi i dytë është se matën fletushkat dhe librat tona të ameleve të cilat e kemi bësa, kemi qenë në këtë dynja, dhe kjo është mendimi shumicës dërmuese të ulemave. Librat, fletushkat tona, sahifet tona, të cilat e kemi banë në këtë dynja. Kjo argumentohet me hadithin e bitaqas, me hadithin e karteles. Ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, në hadithin e Abdullah ibn Amrit radiallahu anhu, thot pejgamberi, Allahu i madhruar e dallon dikëm prej jush për një njeri, prej umetit tim, në pranit të krejt krijesave të Zotit në ditën e kiametit. Dhe i ashtrin ati në ja qëtë mja matë 99 dosje të ti. Se cila dosje fletushk e ameleve të ti është e madhe sa të shësyni njeriu të largë. Të mbushura me amele, të mbushura. E Allah i madhruar i thëtë robit të ti, i mohon diçka që ka po shef? Jo, Zot, nuk po i mohoj. A mos të kanë bo zullum me laqet e mia, kiramen katibin, që ti kanë shënu gjunahat edhe sevapet?
sepse përshet gjunahe plot. Mos kanë bo zullum diqka. Jo, thot të Zot, s'm ka bo zullum. A mos ke robi jam ndo një udhër, ndo një arsye? Jo, nuk kam. A ndo një justifikim? Nuk kam. A mos ke ndo një pun të mirë që ke bo dhe po të kujtohet? Jo, Zoti jem, nuk kam. S'kam. Dhe fejehibu rrëgjull dhe tutët shumë. E qysh mos më tut? Sepse me ndën që punë e tine pat. Nuk sheh punë të mira, nuk ka arsye, më justifiku para të madhët Allah, gjënohë sa të dush për para syve ti, ka mja majtë. Nuk kam, thotë Zot, as një arsye, dhe as një të mirë. E Allah i thotë, por o bijem, te e ke një punë të mirë të ne, një punë të mirë e ke të ne. La dhulme ljo me alejk, ty sot nuk të bëhet të zullum. Dhe i nxirret atina e i sillet një bitaka, një kartel, që në të shënon, ashhadu an la ilaha illa Allah, wa anna Muhammeden abduhu wa rasuluhu. Dhe Allah i madhruar o thot me laqeve të ti, sill një atë kartel, sill një këtën pëshoja, sill një robit. Dhe ja sillin e robi vetë kër e sheh një kartel, shkrunën të la ilahe illallah, apo ashhadu an la ilahe illallah, o ashhadu anna Muhammeden abduhu wa rasuluhu, i do këtë sa një vogël. Edhe thot o Zot, e qka është kjo bitak, qka është kjo kartel, në krahazim me këtë 99 dosje, se të cila sa të shesy një largë, dhe të mbushura me gjënohë. Qka të qenë pesh kjo? Allah i thot o robi im, inneke la të dhulem, ty nuk të bëhet të zullum. Atëherë, qiten krejtja të fletushka të ti në një anë të peshojës, ndërsa që kjo kartel në anën tjetër të peshojës. Dhe fluturojnë ato kartela, ato fletushka, sepse kartela që është në të la ilahe illallah, peshon më shumë se sa krejt ato fletushka apo dosje ti të cilat i ka. E ka thonë pejgamberi në fund hadithit, wala yathqalu shay'un bismillahirrahmanirrahim. Nuk ka diçka që është më e rëndë, më shumë që peshon se sa bismillahirrahmanirrahim. Dhe ka thonë atje në hadith tjetër pejgamberit alayhi salatu wassalam, bile para pejgamberit në kohën e Musaut alayhi salam, bile para Musaut në kohën e Nuhit alayhi salam, Nuhi ja lën emanet djalit vet. E thëto o biri jam, përkujtoj e Zotin shumë, sa ma shumë thuj la ilahe illallah, sepse 7 qitë dhe toka me o qitë në një anë të peshojës, e fjala la ilahe illallah në anën tjetër i amun. Dhe Musa alayhi salam është transmituar se ka thonë o Zot, mësëm diçka të kujtoj ty edhe kuruk me të bo dhikër ty, se Musa po knaqet shumë të e bo dhikër Allahun azza wa jall. E kush nuk knaqet të e bo dhikër Allahun për pas ati që ka bo Zoti haram, knaqësin e vërtet. Allah i thët Musas thuj la ilahe illallah. E Musa alayhi salam thët o Zot, po krejt njerëzit thojnë la ilahe illallah. Unë po du diçka të veçantë o Zoti jam. E Allahu i thot, Tebareke wa ta'ala o Mus, 7 qiejt edhe toka me u vendos në një anë të peshojës, e fjala la ilahe illallah në anën tjetër jamun. Dhe ja këtë në ditë kiametit, po jamun fjala la ilahe illallah, krejt atyre gjënaheve
që I ka bo robi Allahut, por ka thonë me zemër ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammeden abduhu wa rasuluhu. Neve këtu na intereson se për matën, për kuptohet për këtij hadithi se matja për bëhet e veprave, e ameleve, e fletushkave të tij. Anë pëse ndola pak për i temës. Kena interesën neve. Se matën, fletushkat, dosjet e njeriut, libri njeriut, që I fet ditën e kiametit e që është për mbledhje e ameleve të tij sa ka qenë në këtë dynja. Mendimi I tretë është se matën veç veprat, pa dosje. Ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, nuk ka diçka që peshan më shumë ditën e gjykimit më rënd se sa husnul khuluq, ahlaku I mirë, morali I mirë. E morali është vepër. Pra ai merret matet dhe peshan rënd. Po thot pejgamberi alayhi salatu wassalam. Pastaj kanë argumentuar gjithashtu me hadithin pejgamberit tjetër sallallahu alaihi wasallam që thot kelimetani khafifetani ala lisan thaqiletani fil mizan habibetani ila arrahman subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al-azim. Dy fjalë të lehta për gjuhën e njeriut, të randan peshoj, në ditën e kiametit mizan peshoj, të dashurat e Allahu, të lehta për gjuhë, të randan peshoj, të dashurat e Allahu, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi al-azim. Dhe me këtë hadith, Imam Bukhariu edhe e përmbledh dhe përfundon librin e tij Sahihul Bukhari. Pra hadithën e fundit që ka qetë është që këtë hadith. Neve këtu na intereson se pejgamberi pa thot këtu dy fjalë apo dy fjali subhanallahi wa bihamdi, subhanallahi al-azim janë tranda në peshoj në ditën e kiametit. Ma naltë të hadithin tjetër, ahlaku, morali, peshon rënd në peshoj në ditën e kiametit. Ahlaku është vepër. Subhanallah bihamdi janë fjalë. E ne kemi llogarit për fjalë dhe veprat tona. Pra edhe këtu merren edhe qitën në peshoj. Dhe kjo është mendimi I tretë, dhe mendimi I katër dhe me shpejtu, të ka njeriu matet krejt, të gjitha matën. Edhe njeriu, edhe fletushkat e tina, edhe amelet e tina, edhe ai vetë matën, të gjithë matën krejt për njerë. Allahu Ta'ala a'la. Pastaj shkojmë te sirati, mas mizanit, mas peshojës që matën veprat, amelet, shkojmë te sirati dhe ne besojmë siratin hak. Edhe për sirat, ka prej njerëzve fraksioneve që ju kanë vërvu e sytë, runazët, edhe kanë mëhu siratin. Andaj Imam Tahawi cek të gjana, dhe gjithmonë kemi cekur, kemi cek shumë herë, se Imam Tahawiu, prej fillimit të akides, kemi thanë, përpës që dënë me tregue akiden, besimin e ehli sünnetit, pejgamberit, sahabëve, të katër imamëve, gjeneratave të para, përballë kësaj, ka për qëllim edhe me I kundërshtue fraksionet të cilat kanë lindur me kohë dhe ose I kanë devijuar nga kuptimi I mirëfillt, qoftë emrat dhe cilësitë të mëdha të Allahut janë fillim krejt, e pastaj të kaderë dhe kadaja dhe rang këtu me radhë, deri të ditën e kiametit dhe deri të sirati këtu. Pra don me mbjell në zemrat e muslimanëve këtë akide e për njërë që mos kthehet muslimani as djathtas as majtas. Kjo është rruga e vërtet.
Çka thon Allahu, anna hadha siratun mustaqiman fattabi'uhu. Dhe thuja Muhammed, kjo është rruga e vërtetë. Andaj pasani ju atë. Pra ne besojmë në sirat. Dhe krejtë në gajb. Janë punë mshefta tana këtu për neve. Nuk e kemi pa asnjë, por i kemi besu. Sepse pejgamberi alayhi salatu wassalam na ka paralajmëruar me hadithet vërteta për tënë në këtë qafë ceken. Andaj ne i besoj. E besojmë edhe këtë sirat, e që është një urë mbi xhehenem. Sepse vendi toka, që do të ndryshohet këtë tokë në tokë tjetër, jo më të beddu lë ardu gajrë lë ardë, atë ditë kur këtë tokë ndryshohet në tokë tjetër. Edhe njerëzit janë krejt në atë tokë, por rrëth saj që ka, është xhehenemi. Së mundet me kalu xhehenemin, e pa kalu xhehenemin së më shkon xhenet. E Allah i madhruar, qysh i sjell peshojat në ditën e kiametit, gjithashtu e qëtë edhe një urë, e vendos një urë, e që ne e quajmë sirat, urë mbi xhehenem, prej vendit tokës ku jemi në njerëzit, deri në anën tjetër atje, ku nuk fillon më njëherë xheneti, por matutja e xhehenemit është edhe një pjesë e madhe, shumë e madhe, nuk mund të themi tokë, por është hapësirë. Do të më kanë në madhe sepse krejt ata që hynë në xhenet kanë më të buq aty. Pa u qelë dera e xhenetit. Me kaluar urën e xhehenemit. As nuk hynë në xhenet pa e dalë këtë për siratit. Nuk qelet u dera e xhenetit. Krejt njerëzit e kalojnë siratin, o fjala ata që e kalojnë, Allahu na bëh prej tyre, dhe rrinë një vend të madh. Dhe nëse ka dha të tërsen, edhe atje është një llogari mes veti, por ne nuk e kemi këto. Nuk e kemi për temë. Pra, sirati ura e vendosur mbi xhehenem. Ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, gjatë ka folë për këtë urë xhehenemit. Njerëzit e që ne kalojnë urën e xhehenemit, siratin, si mbas amelive të tyre. Por njëherë para se me tregu që kalojnë, jo ta njerëzit afrohen të ura e siratit. Allahu alem, ata që janë qëfar, me tëna miletet, me mëshrike, me lej qëfarsh, as që afrohen të ura e siratit fare, sepse ata tërhiqen zhagazi, prej mahsherët vend të bimit, edhe futen në xhehenem. Në përmjet dyrëve të xhehenemit. Xhehenemi ka 7 palë dyrë. Leha sebat e bab, lë kulli babin min hëgjuzën maksum, ka thonë Allah, për se cilin derë njerëz të veçantë, grupe, që shi caktoni madhi Allah, të bareke wa ta'ala. E të sirati, afrohen 2 lloj njerëzish. Ata të cilët janë muslimon dhe kanë me kalu sirati dhe me shku në xhenet me emër të Zotit, dhe ata të cilët janë muslimon, por nuk kanë me kalu siratin sepse në gjunahçar, dhe kanë me ranë xhehenem. Pra numër i madh i njerëzve afrohen të sirati. Dhe siratin e kalojnë si mbas nurit dhe dritës tyne që e kanë. Dhe dhe pejgamberin në fund të hadithit gjatë dhe njerëzit kalojnë sirat. Dhe sirat është si kurse tehu i shpatës. Dhe ju thuhet njerëzve, esni kalën e urën në bazë nurit dhe dritës që e keni. E
ka për njerëz që kalojnë sikurse planeti, shpejt. E ka për tyne që kalojnë sikurse era. E ka për tyne që kalojnë sikurse njeriu kur vrapon. E ka për tyne sikurse njeriu kur hec. Edhe kështu me radhë, si mbas ameleve që i kanë pas veprave të tyre. Derisa të kalon thot njeriu i cili ka nurin sa një pjesë e gishtës, sa thoni. Rëzohet një herë, e qohet një herë, e rëshet një dorë, e kap me tjetërën, e rëshet tjetëra, e kap një e rëshet kama, kap tjetërën e qenë kështu me radhë. Dhe ana shë godet ka pak zjarmi xhehenamit, por shpëton. Del. Dhe kur dalin krejt ata që dalin, thojnë elhamdulillahi alladhi najjana mink, ba'da an aranak, faqad atana Allahu ma lam yu'ti ahad. Elhamdulillah që Allahu na shpëtoi prej teje, thënë xhehenamit, pasi që na boni me pak i xhehenam. Që na ka dhënë neve Zoti kuj si ka dhënë, që kalun xhehenamin, që kalun xhehenamin e kalun sirat. E ata që ka jenë gjunahçar, musliman mëkatar gjunahçar, gjatë kalimit siratit me lasjet i kapin me grepa dhe ngrehin edhe i gjuhin në xhehenam. Allahu na ruajt. Andaj futja xhehenamlive që nuk është me jonja, në xhehenam është nëpërmjet dy kanaleve apo dy rrugëve. Rruga e parë dhe e rëndë dhe e vështirë është e qëfarve. Në ditë gjykimit, rruga e dytë është pej siratit me ra poshtë në xhehenam, sepse poshtë xhehenami është. Allahu na ruajt. E dallon xhehenam pej xhehenamit natyrisht. Ka thënë Allahu Azza wa Jall, wa in minkum illa wariduha. Nuk ka kush prej jush që nuk do ta përjeton atë, nuk do ta shef atë për xhehenam. E pastaj ka thënë Allah, thumma nunajju alladhina ittaqaw wa nadharu adh-dhalimin fiha jathiya. Kur ka thënë pejgamberi këtë ajet kuranor, wa in minkum illa wariduha, nuk ka kush prej jush që nuk ka me afru, që nuk ka me pa. Hafse ka thënë ja Rasulullah, e çka ka të çka me bok, ka pështoj njerëzit. Sepse kanë kuptuar në numër e sahabëve, që ta njerëz kanë me hinë xhehenam. Jo, por ta njerëzit muslimant kanë me pa xhehenamin. Kanë me pa, ti peshe, e ke qatë urë, jeni një moment një qast shumë kritik, mas me qenë rahmeti Zotit të rëshët poshtë dhe bjen. Pra të arsye Allah pa thëtë vazhdim, thëmë në në gjulledhine të kau, ata kanë madit e xhehenami, po, por pastaj ne shpëtojmë ata që e të kau kanë pas, takvallo kanë besu, wa nadharu adh-dhalimin fiha jathiya, ndërsa ata që kanë qenë zullumçare ka bë vetveti, ata bin poshtë. E muslimant e kalojnë me emrin të madh të Allah Tebareke wa Taala. Kaq për këto çështje dhe pikat të cilat ka cekë Imam Tahaviu në pika të shkurtër natyrisht shumë, e secila prej tyre është temë e madhe dhe e gjatë në veti. Allahu na lehtësoft ditën e Kiametit ya Rabbel Alamin. E në forcoft kamtën sirat, e në shtoft nurin dhe dritën, e në mundsoft me kalue sa ma lehtat sirat, e me hyje në xhenetin inshallahu Taala, me rahmetin dhe mëshirën e tij, e jo me amelin dhe veprat tona. Allahumma amin, walhamdulillahi rabbil alamin, wallahu alam, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Realizoi studio produksioni Krenaria në Prishtinë. Allahu akbar fawqa kaydil mu'tadin.